Ky është episodi 3 i emisionit Klubi i Zhvillimit. Do të jetë një emision shumë i veçantë dhe special dhe unë nuk do të them përse, por ju do e zbuloni. Tezja Mami Margel. Unë kam të ftuar Margel Daja. Se erdha. Faleminderit. Të pashit të kutia nuk në nxinte ajo, por kur kthesh prapa në fëmijëri, si e mendon veten tënd i vogël? Është që jesh më i vogël apo tani kjo mosha jote është më bukur, më mirë? Kjo mosha ime është më bukur. Më bukur është tani? Po. Ke mendon ti, cili nga këta të tre është kriminal? Ky i treti? Ky i treti? Po. Ai që më pëlqen më shumë te vetja ime është Besoj në vetë. Thjesht kur të marr vesh drejta në shkolla, do bëj gjëra që më pëlqejnë më shumë. Ai mori penela dhe tabakan dhe supozojmë se ke humbur një pyll. po. Do ndodhi kjo se mami nuk do të lëri, por dëshohesh tani në ekran për 10 sekonda këtë foto, do më memorizosh sa më shumë objekte dhe pastaj do të më thuash, mirë, vetëm memorizo. Tastier, Po. biskota. Merrni pjesë te revista Klubi i Fëmijëve. Faleminderit që ishe me mua sot këtu. Ky episod u mundësua nga Dea Academy Dance dhe Ana Marketing Agency.